të shohim, po shpresojmë që qeveria ta ketë në fokus trajtimin e këtë çembërve cak. Po, dhe kryetar duhet ju pyes pak edhe për këtë pjesën e ndriçimit publik, pra si qëndrojmë me projektet, ka diçka konkrete për këtë vit? Po, ne kemi bërë një ndarje buxhetore konkretisht për ndriçimin publik, ku ka të shtohet linja të reja të ndriçimit, po më shumë ato riparimet, po për shkak të buxhetit dhe mundësisë buxhetore që ne nuk e kemi tani, edhe procedurat që vonë është alokuar, tani si se dini edhe janë zgjedhjet e ka shumë probleme tjera, po kemi ndonjë shumë të dyfishuar nga viti i kaluar, që vërtet qytetarëve të dalim që ata të kenë ma lehtë spaku, lëvizjen. Dhe besoj që këtë vit do të jemi më mirë se vitet tjera. Po. Dhe dua t'ju pyes fare në fund, kryetar, pak edhe për këto organizimet. Është një organizim, pra çdo tjetër atyre ditëve është një pjesë që bllokohen, pra ato autostradat e këto kufizime pra që ka. Si shkon tek kjo pjesë organizimeve? Prek diçka tek Ani Elezit apo po flasim për garat që do të jenë pra? Nuk besoj që në Ani Elezit ne jemi krejt në fund të autostradës, nuk besoj që do të kemi, edhe pse ne jemi vetë në aktivitetet të ditëve të kulturës, këto do të kemi sigurisht. Kemi festivalin ndërkombëtar folklorik me 19 dhe 11 qershor, pastaj krosin. Ne kemi shumë aktivitete, po nëse flitet për garat dhe pengesat në autostradë, nuk besoj që në Ani Elezit do të ketë ndonjë problem.